Ngushtica e Hormuzit, pse quhet kështu dhe çfarë po ndodh përreth saj? A është ky emri i saj i vërtet apo është falsifikuar? E ani dhe të mësojmë historinë e vërtet dhe kush e falsifikoi këtë emër. Falsifikimi i fakteve. Emri origjinal është Ngushtica e Halid ibn Velid, jo Hormuzi. Halid ibn Velid është një duel historik kundër Hormuzit. Në ditët e para të çlirimit islam të Irakut, ushtria muslimane u takua me ushtrinë persiane në betejën e Zinxhireve, Dhati Selasil, në vitin 12 Hijri, 633 të erës sonë. Është quajtur beteja e Zinxhireve nga se perandori persiani kishte lidhur ushtarët me zinxhir nga frika të mos iknin nga fusha e betejës. Vendi i betejës në veri të Kuvajtit, El Kedhaime. Siç ishte zakon në luftrat në atë kohë, komandantët dolën të parët për të bërë duel ushtritë e tyre përkatëse. Halid, Zoti qoftë i kënaqur me të, komandanti i ushtrisë muslimane, doli për të atakuar atë, për të bërë duel me shpata me Hormuzin, komandanti i ushtrisë persiane. Të dy komandantët ju afruan njëri tjetrit derisa ishin më afër radhëve të ushtrisë persiane se sa radhëve muslimane. Pastaj Hormuzi zbriti nga kali dhe sfidoi Halidin që të luftonte në tokë, nëse ai ishte një hero i vërtet. Halidi e pranoi sfidën dhe zbriti edhe ai nga kali dhe secili ja ktheu kalin ushtrisë së tij. Të dy ushtrit qëndronin duke parë skene me një pritje të madhe. Komandanti suprem i muslimanëve po duelonte me komandantin suprem të persianëve. Një ngjarje rrallë në historinë e luftës. Beteja po zhvillohej në këmbë, që do të thotë se mbijetesa ishte vështirë dhe fundi i njërit prej tyre dukej pothuajse i pashmangshëm. Por Hormuzi kishte shpikur një tradhti, truk, para duelit. Ai kishte përgatitur 5 nga kalorësit e tij më të fortë për të sulmuar Halidin radiallahu anhu në fillim të luftës. Sa po shpatat u përplasën midis dy komandantëve, Hormuzi dha sinjalin dhe 5 kalorësit u nisën drejt Halidit, duke synuar ta vrisnin. Në atë moment, Halidi, Zoti qoftë i kënaqur me të, e kuptoi seriozitetin e situatës. Muslimanët ishin larg dhe këta kalorës do të arrinin atë, para se dikush të mund të i vinte në ndihmë Halidit. Por ndihma hynore ndërhyri. El Ka'ka bin Amr Temimi e vuri re lëvizjen e kalorësve dhe menjëherë e njohu atë si një përpjekje për të tradhtuar Halidin. Ai menjëherë u gjuajt si një shigjet drejt arenës së duelit. El Ka'ka mbërriti në momentin vendimtar duke vrarë kalorësin e parë persian dhe pastaj duke rrëzuar shpejt të dytin. Ndërkohë mbërritën disa kalorës musliman dhe arena u shndërrua në disa duele individuale veç e veç. Halid ibn Velid, pasi i shpëtoi tradhtisë, u kthye në duelin me Hormuzin dhe tregoi aftësi të mëdha luftarake. Brenda pak minutash, Halidi qëndroi me shpatën e tij që pikonte me gjakun e komandantit persian, Hormuzit, duke e vrarë për toke. Persianët u tronditën thellësisht nga vdekja udhëheqësit të tyre. Ata gjithmonë kishin konsideruar arabët inferior ndaj perandorisë së tyre të fuqishme dhe ushtrive të organizuara mirë. Por Halidi nuk u dha atyre kohë të rikuperoheshin nga tronditja, duke urdhëruar ushtrinë e tij të niste një sulm të përgjithshëm. Për shkak të vdekjes së komandantit të tyre dhe rrëmujës që rezultoi, ushtria persiane nuk mundi të rezistonte për një kohë të gjatë. Radhët e tyre u thyen dhe muslimanët depërtuan në vijat e tyre, duke kulmuar me një fitore muslimane në betejën e Zinxhireve, Dhati Selasil, të udhëhequr nga një nga komandantët më të mëdhenj ushtarak në histori. Shpata e zgjatur e Zotit, Halid ibn Velid, Zoti qoftë i kënaqur me të.